Një 25 vjeçar përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës me akuzën se në bashkëpunim me familjarët e tij ka kultivuar 1275 bimë narkotike pranë banesës në fshatin Aliaj. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Malësisë së Madhe ndaluan shtetasin Gëzim Shabaj, 25 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e kryera, dyshohet se ky shtetas së bashku me familjarët e tij ka kultivuar në tokën pranë banesës së tyre në fshatin Aliaj 1275 bimë narkotike, të cilat u gjetën dhe asgjësuan nga shërbimet policore në datën 4 shtator të vitit 2025. Bimët narkotike, të cilat më pas janë asgjësuar nga shërbimet policore, një pjesë e tyre u morën si provë duke u dërguar në laborator për ekzaminim. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme lidhur me këtë rast ku hetimet vijojnë.